A na dëgjon telefoni bisedat private, eksperimenti që po i trondit të gjithë. Prej kohësh njerëzit dyshojnë se smartphone-ët dëgjojnë bisedat e tyre private për të shfaqur reklama të synuara. Kompanitë teknologjike e mohojnë kategorikisht, por përvoja e përdoruesve tregon një histori krejt tjetër. Për ta vërtetuar, një grup teknologësh ndërmorën një eksperiment të thjesht por tronditës. Pjesëmarrësit u përpoqën të shmangin çdo kërkim online dhe çdo klikim rreth një teme të caktuar. Më pas ata nisën të flasin me zë të lartë disa herë në ditë për një produkt të rastësishëm si ushqim për kafsh, pajisje kuzhine apo destinacione pushimesh. Brenda 24 orëve, mbi 65% të tyre raportuan se u shfaqën reklama të lidhura drejt për drejt me bisedat e rastësishme. A janë mikrofonat aktiv gjithkohës? Ekspertët thonë se teknikisht është e mundur. Shumë aplikacione kanë akses në mikrofon edhe kur nuk i përdor. Gjithashtu, algoritmet e analizës së zërit janë sot aq të zhvilluara sa mund të përpunojnë tingujt në kohë reale pa konsumuar shumë bateri. Edhe pse nuk ka prova që kompanitë i përdorin këto të dhëna në mënyrë abuzive, fakti që pajisjet tona mund të dëgjojnë vazhdimisht mbetet tepër shqetësues.